Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në debatin ton publik me kandidatët për kryetar të komunës së Vitis. Para se të fillojmë, lejoni të them që debatin të sotëm e kam bërë të mundër dy organizata. Janë këto ATRC-ja dhe GAPI. Më lejoni fillimisht të them disa informata lidhur me Vitin. Vitia në vitin 2007 buxhetin e saj e ka pasur rreth 4 milion euro. Prej këtyre 70% kanë shku në rroga e mëditje, ndërsa 10% kanë shku në investime kapitale. Përveç kësaj, papunësia në Viti për meshkuj është 50%, ndërsa për femra është diku 70%. Në Viti, shkollimi i meshkujve është përafërsisht mesatarisht 10 vjeç shkollë, ndërsa për femra është 8 vjeç shkollë. Sipas banorëve të Vitis, shërbimet publike dhe fushat të cilat janë prioritare për ta janë mirëmbajtja e rrugëve, kanalizimi dhe furnizimi me ujë, ndërsa fushat në cilat ata do të dëshironin sipas kësaj ankete t'ju shkonin tatimet janë arsimi, shëndetësia e shërbimet sociale. Gjithashtu është interesant ta përmendim se në Viti vetëm 26% e qytetarëve kanë ndëgjuar për takimet publike të organizuara nga komuna dhe vetëm 25% e tyre janë të informuar për punën që e bën komuna. Kur janë pyetur se sa i besojnë institucioneve lokale qytetarët e Vitis në prill të vitit të tanishëm, kanë thënë që i besojnë vetëm 5%. Më shumë se gjysma e qytetarëve, rreth përafërsisht, këto ishin disa të dhëna që i kemi për komunën e Vitit, ndërsa tash më lejoni t'i prezantoj kandidatët për kryetar të komune në Viti. Këta janë Enver Ukshini nga Aleanca Kosova e Re, Fuad Ramici nga kandidati pavarur, Nezmedin Arifi nga Partia Demokratike e Kosovës, Samet Dalipi nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Shaban Ismaili nga Partia Reformiste Ora, Skenderbej Hebibi nga Aleanca Paranin e Kosovës dhe Sokol Haliti nga Lidhja Demokratike e Dardanit. Po fillojmë, pyetja e parë për të gjithë ju është pse dëshironi të bëni kryetar komune. Urdhëroni zotni Ukshini. Mirëdita dhe ju përshëndes të gjithëve. Njerit i përshëndes edhe organizatorin e këtij debati publik. Unë vi nga Aleanca Kosova e Re, jo vetëm nga dëshira që të bëhem kryetar, se nuk e përjashtoj edhe atë mundësi, por duke e parë nevojën që edhe mundësinë time që mund të kontribuoj diçka në drejtimin, sidomos në drejtimin e ekonomisë. Jemi të gjithë të vetëdijshëm se shumica e problemeve në komunën tonë ose janë ekonomike, ose janë me bazë apo prejardhje ekonomike. Unë vi nga një subjekt politik, AKR-ja, që synim kryesor ka zhvillimin ekonomik të Kosovës, këtë rast edhe të komunës Vitis, me çka mendoj se aty do të mund të jap një kontribut dhe do të angazhohem që maksimalisht me gjithë energjitë e mia të kontribuoj për komunën time, sepse e di, jetoj këtu që 45 vite, mirë po prej vitit 87, kur kam mbaruar fakultetin ekonomik, jam punëtor në organizata ndryshme këto në komunën tonë dhe më përshtatshëm jam i njoftuar me të gjitha problemet, sidomos natyrës ekonomike. Shpresoj se në të ardhmen gjatë debatit do të kam mundësi të shpalosë disa ide të mia. Faleminderit. Faleminderit. Zotni Ramici, pyetja e njëjtë, ju lutem të shfrytëzoni sa më efektiv minutazhin e kufizuar që ju jeni. Urdhëroni. Sistemi zgjedhor i aplikuar deri me tani ka qenë një ndër përcaktuesit kryesor për mos funksionimin e pushtetit si qendror ashtu dhe lokal. Me kërkesat e vazhdueshme të qytetarëve të Kosovës, po edhe të rishnitë nga subjektet politike, është vendosur që për kryetarët e komunës të bëhet një eksperiment dhe të fillon që në sistemin e ardhshëm zgjedhor të aplikohet një sistem ku qytetari drejt për drejti do të mund ta zgjedh njeriun i cili do të jetë më funksional edhe më i përshtatshëm për udhëheqje të një komune apo edhe më lart në institucionet e Kosovës. E pse kandidoni ju për kryetar? Kjo pikërisht ma ka desha të ndërlidhem, pikërisht kjo ka qenë një pikë
e para se unë jam kandiduar sepse ka qenë kërkesë e qytetarëve të komunës së Vitinjës pikërisht që unë me këtë sistem të ri zgjedhor të aplikoj për kryetar komunës, sepse zhgënjimi i tyre nga pushteti i deri tanishëm, nga puna e tyre, ja ka dhënë një mundësi që unë të aplikoj edhe të jap një alternativë tjetër. Këto parregullsi sigurisht janë të njohura për qytetarët, edhe ata dojnë drejt për drejti që të kanë përgjegjësi edhe kërkesat e veta që mos kanë mundësi që kandidatët për kryetar të komunës deri me tani mos të mshefen mbas subjekteve politike apo dhënë llogarisje drejt për drejt, kështu që ja mundson që kryetari i komunës drejt për drejt jap përgjegjësi para popullit. Kjo të bëj edhe me ato se edhe pushteti është shkëput nga popullata, sepse më tepër janë bërë mbrojtja e interesave të partisë ose të pushtetit se sa të qytetarëve. Unë do të afroj një alternativë të re dhe një udhëheqje më efikase. Faleminderit zotni Ramizi, për kaq patëm kohë. Zotni Arifi, pse kandidoni ju për kryetar komune? Qëllimi kryesor i kandidimit tim për kryetar komune është duke parë mos funksionimin normal të administratës komunale. Edhe nëse unë do të bëhem kryetari i komunës, sigurisht se asambleja komunale do të jetë e hapur për qytetar dhe do të kthehet qytetarëve ku jo në atë kuptimin fizik si ndërtesë, po në atë kuptimin që iniciativat, sugjerimet dhe kërkesat e tyre të jenë prioritet i joni. Kretë kjo e mendoj se duhet bëhet për shkak se kemi pas një blokad totale në funksionimin e administratës komunale. Unë e mendoj se qëllim kryesor do të jetë edhe funksionimi normal i administratës komunale në të gjitha nivelet, duke filluar nga bordi ekzekutiv, nga asambleja komunale e kështu me radhë. Faleminderit. Zotni Dalivi, pse kandidojeni ju për kryetar komune? Sepse është vullnet i LDK-s natyrisht dhe imi, sepse dëshiroj që të kthej përvojën time si punëtor arsimor shumë vjeçar në Viti, në institucionet lokale ku veç kam ushtruar mandatin për kryetar komunës për një mandat, të thotë në zgjedhjet e para. Përvoja ime në institucionet qendrore duke filluar në kryeministri, pastaj në presidencë, dhe qëndrimi im i kopaskoshëm edhe në institucionet ndërkombëtare dhe thjesht dua t'i sjelli ato përvoja këtu në komunën time. Dhe natyrisht qytetarët e komunës së Vitinjës me mua vetëm do të fitojnë. Ju falenderoj. Mirë, zotni Ismaili, pse kandidoni ju? Kam kënaqësinë e veçantë që nga kjo studia e improvizuar e radio-televizionit të Kosovës, që përshëndes të gjithë qytetarët e komunës e Vitinjës. Një përshëndetje për zonën Jeta, e cila me këtë emision ka bërë një sensibilizim të opinionit rreth ngritjes së çështjeve me interes për gjithë qytetarët. Sekondat po ju shkojnë, zotni Ismaili. Vetëm në të hesin, ne jemi këtu. Ne arsyeja kryesore që më ka shtyrë që të jem një ndër kandidatët për marrjen e përgjegjësive më të mëdha për nivelin më të lartë qeverist në komunën e Vitinjës, vendin e kryetarit, pikëpari personaliteti im, që mendoj se kam një personalitet të sinqert, të sjellshëm, punëtor dhe suksesshëm në karrierë. Mendoj se gjithë jetën e kam shfrytzuar në ngritjen e iniciativave për punësim, për krijim për lidhje të ideve për punësim, dhe këtu më ka shtyrë që këtu përvoja të transmetoj edhe të qytetari me i thjeshtë. Dhe një gjë tjetër që më bashkon është karakteri i njëjtë me pjesën më të madhe të qytetarëve të Vitinjës. Faleminderit. Faleminderit. Zotni Ebibi, pse dëshironi ju të kandidoni? Faleminderit. Janë shumë arsye që kanë ndikuar që unë të kandidohem për kandidat për kryetar komune, por pjesë e kësaj dy çështje më kryesore.
Njëra është se në komunën e Vitisë dhe të gjithë komunat tjera në Kosovë janë grumbullu problemet të mëdha të gjitha llojeve si para luftës dhe ashtu pas luftës, që presin në këto zgjedhje të vinë kandidatë të ri me një mendim të ri politik, të cilët janë të gatshëm, që kanë dinamik, kanë vullnet, kanë qëllim për të hyrë në një garë, për të fituar dhe për të hyrë në një garë, apo më mirë me thonë, për të filluar zgjidhjen e problemeve të grumbulluara me vite. Dhe dy, listat e hapura në këto zgjedhje, si dhe konkretisht vendi për kryetar komune me kompetenca të shtuara apo me fuqi më të madhe në vendimmarrje, besoj se është një rast i mirë për komunën e Vitijës që të fillojmë në zgjidhjen e problemeve të grumbulluara si thash më herët. Vijnë nga një parti e cila ka një vizion të qartë për Kosovën në përgjithësi, vijnë nga një parti dhe nga një deg aleancës që ka një vizion të qartë për komunën e Vitijës në veçanti. Shpresoj se do të kemi sukses në përkrojën me të gjitha subjekte politike që participojnë në asamblenë komunale, do të krijojmë një qeveri efikase që do të shërbejë qytetarët e komunës së Vitijës. Kemi hyrë me një adresë të caktuar, ajo është suksesi. Nuk kemi hyrë vetëm për karrierë të caktuar politike, por kemi hyrë me vullnet të lirë të qytetarit. Ju falenderoj. Zotni Aliti, pse kandidoni ju për kryetar komune? Me lejoni të shpenzoj pak sekunda për ta përshëndetur këtë auditorium shumë serioz dhe respektabel, juve organizatorë nderuar këtij debati, televizionin publik të Kosovës dhe posaçërisht musafirët të lartë që i përshëndes përzemërsisht dhe pa ta sigurisht nuk do të kishim mundësi të kemi edhe debate të lira që po ata s'kan ju dhënë votat, kështu që vazhdoni. Se po kandidoni për kryetar komune? Besoj që i shfrytëzova sekundat e mia, niveli i organizimit lokal, i pushtetit lokal është niveli themelor i organizimit, prandaj ajo që më karakterizon mua është invencioni, afiniteti për funksionalizimin e gjërave, avancimin e proceseve dhe natyrisht përvoja shumë vjeçore në organizimin sidomos pozicional në bazë, domethënë nivele komunale, nga se këto zgjedhje fatikisht kanë kandiduar për zgjedhjet lokale. Mirë po, afiniteti edhe për unitet, sidomos unitet veprues, besoj që është gjëja që më karakterizon më shumë dhe besoj që do të jem në tarmën kryetar i gjithë qytetarëve dhe bashkëpunëtor i mirë me gjitha subjektet dhe me gjithë qytetarët për interes të komunës. Një herë pas vete kam një mekanizëm për sjell shumë stabil, shumë të organizuar, shumë profesional dhe kjo më bën gjallë, prandaj jam i kandiduar nga ky subjekt dhe besoj që do të dalë të jemi por i komunës. Sa e keni mikrofonin, po fillojmë pyetjen e dytë prej juve, zotni Aliti. A mund gjithë të më tregoni se si do ta ndani buxhetin e komunës? Ju lust bëheni konkret, jo domethënë fushat përgjithshme, po t'i thoni gjanat konkrete ku do t'i ndani buxhetin, të pas parasysh buxhetin e tanishëm të Vitisë përafërsisht. Si do ta ndani buxhetin e komunës? Faleminderit që fillove për të fundit. Nuk jeni fundit, veç me alfabet jeni radhita. Fushveprimtaria e komunës ndodhet në dy pjesë, në fushveprimin burimor dhe në fushveprimin e besuar. Fushveprimi burimor janë tyrat vetanoke dhe mundësitë vetanoke të komunës, të cilat natyrisht janë shumë të gorta, shumë të korta, shumë të kufizuara, por megjithatë ekzistojnë ato burime, të cilat besoj që ne do të dimë, do të mundim dhe do t'i shfrytëzojmë maksimalisht. Si do të ndani buxhetin? Fushveprimit e besuar është fushveprim i besuar nga qendra, nga niveli qendror. Unë kisha pas dëshirë të jem kandidat për kryetar komune pas miratimit kushtetutës së Kosovës dhe nga e cila kushtetutë do të kishin rrjedh edhe ligjet pasuese, ligji mbi organizimin e pushtetit lokal. Po ju jeni kandidat para kushtetutës. Dhe ligjet e tjera, por megjithatë edhe me këtë rregulluar fuqi edhe me këtë ligj ekzistuese, unë do të jem implementues i fuqishëm i fushveprimit besuar dhe fushveprimit burimor. Si do ta ndani buxhetin? Keni edhe një minutë të shpjegoni se si do ta ndani buxhetin. Buxheti i ndorë dhe i alokuar për vitin e ardhshëm është shumë i vogël për komunë dhe ai ndohet shumica 65-70% shkon për koka dhe meditje, për nivelet natyrisht nga grundi qeveritor, fatikisht për nivelet arsimore, me qenien sociale dhe për aspektet e tjera, për shërbime publike dhe administratë. Dhe unë nivelet e tjera organizative në përqindje për shërbime, sidomos për shërbime dhe modra dhe për investime, unë shumë do të kisha dhënë përparësi projekteve investitive, natyrisht një përqindje shumë e ulët është ndonë mes buxhetit për investime. Sa përqind?
40% është faktikisht për vitin ardhshëm e parapohur. E sa do ta bëni jo? Unë sigurisht nga shërbimet e mollra do të kisha propozuar kuvendit komunal si organ më i lartë që të ndonë më tepër të orientuar nga buxheti investitiv, mirë po nuk do të ndol me kaq. Do të kishmi kërkuar nga mundësitë e fushëveprimit besuar dhe nga donatorët e jashtëm me cilët faktikisht ndalmë besoj që do të bashkëpunojmë shumë ngushtë, sidomos nga Agencioni Evropian për Investim. Ndur donatorëve. Kaq pat kohë, më vjen keq. Zotni Ebibi, konkretisht si do ta ndani ju buxhetin e komunës? Kaq i varfën që është, që ky i varfën si do ta ndani? Pikëspari do ta dim se buxheti i komunës shkon në një vijë lineare dhe kontinuale, e cila është hartuar për 3 vjet të ardhshme. Domthonë, nëse ne vim pushtet, ne do të mundohemi që në hartimin e buxhetit të tashëm, vazhdim domthonë, të ndërhyjmë dhe të përmirësojmë mundësisht në linjat buxhetore ku janë shërbime dhe mondrat, si këtë edhe kandidati më herët, të bëjmë zvoglimin në atë linjë buxhetore të shërbimeve dhe mondrave dhe mundësisht të kalojnë për investime kapitale të cilat janë të nevojshme në çdo vend të komunës Vitis. Çka konkretisht do të ulni e ku do të shtoni konkretisht? Konkretisht do të ulmi në shërbime dhe mondra dhe në harxhimet të telefonave, në derivatet e naftës dhe do t'i vendosmi në investime kapitale, të cilat janë nevojshme te qytetari. Dhe dyta, sa përket buxhetit ne do ta kemi parasysh transparencën. Domthonë është më rëndësishme që buxheti jon duhet të jetë transparent. Çish do ta bëni transparent? Gjatë hartimit të buxhetit ne do të kemi kontakte me komunitetin. Do të diskutojmë, do të bëjmë debate me komunitete përmes këshillave të fshatit dhe kryetarëve të fshatit. Do të shohim cilat janë cilat janë kërkesat e tyre për të hartuar me projekte të caktuara dhe për të shtyrë në planifikim të buxhetit. Sa shpesh do të marrni debate? Ne do të bëjmë debate derisa është nevoja të kuptojmë realitetin, të kërkojmë një muj, një vjet, varësisht për nevojave. Do të mundona që në qeverinë e ardhshme komunale të kenë transparencë të mirëfillt dhe që qytetarët e komunës Vitinës të njoftohen drejt për drejti me taksat e tyre, ku i kemi qenë ne taksat e tyre, ku i kemi investuar dhe ku i kemi bërë harxhimet e nevojshme për interes të qytetarëve. Unë thash dhe qëndroj përpas kësaj që po them se do të ketë shkurtime në harxhimet të panevojshme që bën në administratën komunale. Sikur si ka më lart, edhe për telefona mobil, edhe për derivatet naftës, edhe për harxhime tjera. Faleminderit. Zotni Ismaili, si do ta ndani ju buxhetin e komunës? Me rastin pikëspari për bën një sqarim që ndoshta është i nevojshëm se kjo fjala buxhet përdoret shumë, po mendoj që në kontekst jo duhet. Pikëspari buxhetin kisha me dhënë një definicion se është një planifikim i hyra dhe dalë për një periudhë të caktuar kohore. E kur përmend me këtë buxhet ne gjithë mendojmë, shumica mendojmë se jemi duke folur për parë, për mjete financiare. Unë kom planifiku, moto jeme do të jetë planifikimi dhe përgjegjësia në realizimin e punëve të planifikuara. Sa i përket çështjes së menaxhimit të mjeteve financiare të harxhuara, domethënë, unë këtë do të mundohem që ta bëj në bazë të prioriteteve me të cilat ballafaqohet realiteti në komunën tonë. Pikëspari, duke pasur parasysh nivelin e zhvillimit në të cilën gjendemi dhe situatën e rëndë sociale që mbizotron në gjithë Kosovën, po edhe në komunën e Vitinës, pikëspari do të mundohem që emisioni edhe unë jam Kosovë në komunën e Vitinës mos të ketë kohë për ta realizuar. Jemi të folë për buxhet, si do ta ndani buxhetin? Një pjesë buxhetit do ta ndaj për kategorinë më të varfër, do të mundohem që edhe ai tani një pjesë të knatësisë. Sa përqind të buxhetit për kategorinë? Kjo me siguri do të jetë 3 deri 4% e mjeteve buxhetore. Gjithashtu do të shkojmë nga parimi i menaxhimit të ekonomisit mirë të mjeteve financiare, duke se kurrënia po them sipas prioriteteve të përcaktuara qysh më parë, domethënë nga punët të cilat veç i kemi planifikuar më parë. Faleminderit, zotni Talipi. Si do ta ndani ju buxhetin e komunës? Zdi, unë sa do të kem mundësi të kem qasin në ndarjen e buxhetit, sidomos për vitin e ardhshëm, sepse atë ndarje veç ka bërë
tërheqja e komunës, ekzekutivi i komunës, pra. Por mund të dikoni që të rritet as voglohet. Ajo është një çështje tjetër, po se si do të mund të bëhet ajo dhe ka forma të ndryshme se si ato mund të bëhen. Përmendën parafolësit, po dua të them se do të përpiqem që ato mjetet me një koqirëllëk të shfrytëzojmë ato të cilat janë të kursejmë aty ku është e mundur e do të gjenden mundësi për kursimi. Ku mendoni se është e mundur me kursi? Po mund të kursehet mas pari në shërbime dhe mallra dhe këto harxhimet e përditshme të cilat janë dhe besoj se mund mjaft kursehet dhe ato. Keni parë përqindje, llogari? Po, unë kam bërë një parallogari dhe çka do të përdor si strategji në të ardhmen. Unë mendoj se buxheti i komunës së Vitijës duhet të pjesëmarrë me një sasi të konsiderueshëm, sidomos në zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, respektivisht në stimulimin e tyre, edhe pse aty janë çështje të ndryshme administrative e tjera, por pengesat, por ka mundësi që të bëhet në drejtim, të stimulohen. Pastaj ne jemi sektor bujqësor, po mendoj Vitia është komunë më tepër bujqësore dhe kësaj duhet t'i japim prioritet dhe unë si kryetari i jashtëm i komunës së Vitijës, nëse marr bekimin e qytetarëve, do të përpiqem që të investoj në këtë lëmi të ekonomisë. Po them sigurisht se do të përpiqem që ajo të jetë rreth 50%. 50% i buxhetit që mund ta të komunës së po. Zotni Ismaili? Nëse kam kohë. Për kaq patëm kohë. Urnoni zotni Ismailin. Falë zotni Arifi, urnoni. Buxhetin komunal e përbën grondi qeveritar dhe fyrat nga tatimi fyrat vetanope nga tatimi në pronëve taksat e biznesit. Unë mendoj se buxheti duhet të shfrytëzohet edhe do të shfrytëzohet nëse unë e gëzoj besimin e qytetarëve në bazë të përcaktimeve të prioriteteve që do të bëhen nga stafi që unë do ta udhëheqi dhe nga përfaqësuesit e komunitetit, domethënë do të bëhen komisione ndryshme trupa punuese që do të dalin në terren dhe të përcaktojnë prioritetet edhe pse unë. A dini tash ku do t'i çonit ato pare për shembull? Dini në fushat? Po tash afërsisht unë e di edhe se s'ka fshat që nuk po më ec, e di ku janë prioritetet dhe ku janë detyrat. Ku janë prioritetet tuaja? Pra ta kishit këtë buxhet ku do ta harxhoni? Po për shembull buxhetin do ta harxhoj në infrastrukturë, në rrugore, në kanalizim, në ujësjellës, në arsim, në shëndetësi, në gjitha segmentet që komuna merret me to. Do të mundohen shumë që do të bëjnë kursimin në shërbime dhe mallra. Deri tash jemi dëshmitar të kohës se derivatet për veturat e zyrtarëve komunale dhe qendror janë shfrytzuar në mënyrën private edhe personale. Në ditën e parë nëse unë gëzoj besimin e qytetarëve, në ditën e parë këto sene do të ndërpriten dhe domethënë edhe vetura e kryetarit të komunës nuk do të përdoret për nevoja personale dhe ato private. E mos flasim për pozicione të tjera. Faleminderit, zotni Ramiqi, si do ta ndani që buxhet? Buxheti në përgjithësi në një komunë, sigurisht komuna e Vitijës, pavarësisht e dini edhe ju sa ka qenë, mirë po gjithë këto që jemi ne, shumica ka qenë në pushtet ose janë pjesë e pushtetit, edhe sot edhe vazhdimisht kanë probleme me shpërndarjen e buxhetit ose investimet që duhet të jetë më rrugë. E ju a do të kishit probleme po të ishit? Motoja ime është njerëzit janë të ndryshëm, por kanë nevoja të njëjta. Që gjithë qytetarët e komunës kanë nevoja të njëjta. Ato nevojat elementare, domethënë ujësjellsi, kanalizimi, rrugët. Këto janë bazat kryesore edhe për investime të ashme kapitale, sepse asnjë investitor i huaj ose asnjë investim i huaj nuk mund të bëhet pa pasur një infrastrukturë të mirëfillt për të mund edhe të zhvillohet pjesa tjetër e ekonomisë, po edhe të vjen deri te punësimi i qytetarëve në përgjithësi. Mos flasim për sigurinë e fëmijëve tanë dhe nxënësve të cilët janë vazhdimisht të rrezikuar nga mungesa e trotuareve,
jo vetëm në qytet, por edhe në fshatrat që përfshin rrugët magjistrale, dhe ne nuk mund të rrezikojmë më me gjëra që është dashur të bëhen para 50 vjetë, mos t'i rregullojmë sot. Kjo është ajo kryesore që unë do të përpiqem që do të investoj sigurisht me njerëzit më kompetent, me grupet e biznesit, me këshilltarë që janë të lamive përkatës. Aspekti tjetër, arsimimi është shumë i rëndësishëm sepse ai e garanton. Po ku do t'i merrni këto pare? Ku? Po sigurisht që nuk do të flas për ato keqpërdorime që kanë ndodhur, që po i përmenin vetë këta, që do të redukojnë. Sigurisht që edhe do të bëjë lehtësira të hyrat vetanoke dhe të taksat të qytetarëve, të cilët ju e dini që është një mbledhje shumë e vogël e taksa, një bashkëpunim shumë pa mjaftueshëm deri tani me pushtet. Faleminderit zotni Aliti, ku do t'i çonit ju pare? Si do t'i ngani? Zotni Ushini, më falni. Po, unë edhe më herët thash se jam me profesion ekonomist. Ju dëgjova juve kur thatë se 70% e buxhetit shkon për tavla personale. Unë kam një raport nga qeveria e Kosovës, ku figuron se 90% e granteve shkojnë për shpenzime operative. Do thotë aty në rrogat, moditjet, shpenzimet e derivateve, reprezentacioni. Çka do të bëni ju nëse ju vini në pushtet? Tash unë kam këto një pasqyrë tabelare nxjerrë nga qeveria e planifikimit buxhetit. Unë kisha dashur këto para kësaj mose sadopak të bëhet një prezantim i buxhetit nga personat autoritativ të komunës. I keni një minutë 20 sekonda, unë? Në rregull, një minutë 20. Kështu që ne mund të orientohemi e ta dimë ku jemi. Për shembull, e kemi vitin 2006 hyrat vetanoke, ne mund të flasim për hyrat vetanoke më shumë jo për grante. Hyrat vetanoke kanë pas 570.000 euro, kurse në vitin 2007 270.000 euro, do thotë 60% më pak. Ju lutem, në kohën kur kemi shtim të ekonomie familjare, shtim biznese dhe kërkojmë më pak hyra buxhetore, kjo është një disharmoni e madhe. Unë mendoj se buxhetin e vitis duhet ta shtojmë duke e rritur bazën buxhetore, Qysh do ta rritni bazën buxhetore? Duke i ngarkuar realisht, jo me norma më të larta, po të gjitha ekonomi familjare, të gjitha bizneset, të gjitha shërbimet që kryejnë, edhe të gjitha të ngarkesat të jenë të arsyeshme. Do të shtoni taksa, domethënë. Jo, me zgjeru bazën tatimore, jo me rrit përqindjen apo shumën, por me zgjeru bazën tatimore, se ne kemi dhëna se shumë biznese nuk paguajnë tatim, shumë ekonomi familjare nuk paguajnë. E si do t'i mbledhni ju këtë tatim? Duke aplikuar ligjet dhe duke aplikuar gjithçka që kemi mundësi. Mirë, po fillojmë nga ju, mi tregoni 3 prioritete. Tash folëm për fushat gjana, mi tregoni 3 prioritetet kryesore të strategjisë tuaj për këtë komunë, si do t'i realizoni ato dhe për sa kohë? 3 projekte, 3 prioritetet kryesore. Shqyqari, tash është pak vështirë të folmi për projekte konkrete, sepse duhet me qenë aty dhe me i bon gjithë analizat spari ekonomike, financiare. Po shpresoj që i keni bo, para se me konkuru për kandidat, i keni bo këto analizat. Nuk i kemi bo, se nuk kemi ardhur, halo nuk kemi kryetar komune. Do të fokusohemi. A ju veç masi si të boni kryetar komune? Kur t'jemi aty vendosim ne dhe sigurisht se do të marrim masa adekuate. Sigurisht se fokusimi im do të jetë në shëndetësi, arsim, gjithë e dim, gjendin e tyre. Çka në shëndetësi edhe çka në arsim, se ka shumë gjana. Në investime publike, sidomos në infrastrukturë ligjore dhe në infrastrukturë fizike, ku kemi shumë projekte të paralizume, ne kemi një numër projekteve që i dim dhe nuk janë realizuar. Parës ta që nuk keni projekte? Kemi projekte që i dim. Janë projekte të komunës, nuk janë tonat. Nuk janë projektet prioritare, janë ato të cilat kanë të bëjnë me sferën publike. Cilat? Dhe që kanë bëjnë. Për shembull, unë e kam pa një projekt që komuna e ka realizu në vitin 2004, e ka aprovu, ka në shkodër kryetar komunës, është në vlerë prej 17.060 euro, ka të bëjnë me investime në infrastrukturë rrugore, atë kërkesë ma kanë bë muhe, do thotë fondit Veçet Pasolli, shërbimi policisë të Kosovës, është e aprovuar në vitin 2004, ka shpedicioni për 50 qytetarëve, janë gjitha para llogarit dhe nuk është realizuar. Deri më sot, do thotë, unë e kam parasysh atë. Tash për shembull e kemi prioritetin, këtu e kemi një rrugën një asfalt rrugës 11 marsi, ka filluar që 3 muaj e gjysmë punu, është bllokuar,
mbi 15 biznese ato janë të penguara në mënyrë për drejt. Domethënë ajo rrugë për juve është prioritet. Po që prioritetet vijnë një nga një. Prioritetet vijnë një nga një. Po tri kryesore. Kështu pra, ne kemi edhe prioritet kemi. Faleminderit, kaloj koha, po mirë. Zot Miramishi, tri prioritetet e juve nëse boni kryetar komune, konkrete, sa më konkrete i lutem. Tri prioritetet kryesore në cilët unë do të përqendrohem është infrastruktura, siç e theka më herët, që është e nevojshme për një funksionim. Aspektin ekonomik do të përqendrohem më tepër në zhvillimin e bujqësisë, me qenë se është komuna jonë një komunë e cila ka resurse të mëdha bujqësore. Çka në sektorin e bujqësisë? Sigurisht që në përputhje edhe vetë Bashkia Evropiane ka projekte dhe tendenca që në sektoret e bujqësisë të investohet shumë edhe në vendin tonë, po ne do të mundohemi që në komunë të ketë bujqësi më të zhvilluar në mbjelljen e rendimenteve të cilët janë këtu tradicionale dhe që jetojnë njerëzit prej këtyre gjërave. Do të jetë lehtësime po në drithrat dhe në perime që janë tradicionale këtu në komunën tonë, që jetojnë edhe qytetarët e komunës. Sigurisht që në këtë kontekst aspektin ekonomik do të jetë edhe shfrytëzimi i mundshëm dhe sepse ekziston një interesim shumë i madh se komuna jon ka një resurs të ujrave termale dhe në zhvillimet e mëtutjeshme është e mundur që nga këto ujra që sot na po e pimi këtu një bonit që nuk është nga komuna e jon, që ne kemi resurse të komunës tonë edhe nuk e dim se uji i Klokotit, shumë i njohur e i mirë, edhe ka ujra termale të nxehta që në të ardhmen gjatë mandatit mund të studiohet edhe të investohet që edhe nxemjet qendrore të bëhen me këto ujra termale. Pjesa tjetër më e rëndësishme është edhe te mirëqenia sociale dhe punësimi, sidomos të kategorive të varfra, të invalidëve edhe familjeve. Zotni Arifi, cilat janë prioritetet e juja për këtë komunë? Prioritetet kryesore të mia, tri prioritete që ka thënë ju. Po. Janë arsimi, shëndetësia dhe zhvillimi ekonomik. E çka në arsim, çka në shëndetësi? Në arsim për shembull, do të përmirësohet infrastruktura arsimore. Si për shembull? Për shembull, do të ndërtohen disa shkolla të reja. Cilat? Ku? Për shembull, sa kushtojnë ato? Slatin të jeta me fshatin Radevojs. Edhe ato që i kanë filluar nuk janë përfunduar, ato do të përfundohen. Ndërsa në shëndetësi do të kushtojmë rëndësi të veçantë shëndetësisë për arsye se deri me tani shëndetësia është ballafaqur me probleme të mëdha financiare. Na nuk mund të zgjidhim problemet tyre financiare në tërësi, po me siguri me një menaxhment të mirë të drejtorisë së shëndetësisë, me siguri se punë do të rrjedhin shumë më mirë se sa kanë rrjedhur deri me tani. Ndërsa në zhvillimin ekonomik mendoj të bëjmë lehtësime të mëdha në taksat komunale, me qëllimin më të mirë dhe me synimin tonë që numri i taksapaguesve të shtohet edhe të rritet edhe kështu me radhë. Faleminderit, zotni Talipi. Cilat janë prioritetet e juja për këtë komunë? Unë do të kisha quajtur ndoshta fushat prioriteteve dhe më lejoni që të them se jam thellësisht i inkurajuar që komuna e Vitinjës të ketë një plan hapësiror i cili natyrisht do të hapte shumë mundësi për zhvillimin e saj. Lëmi tjetër që do të isha angazhuar e përmenda edhe pak më përpara është bujqësia dhe projekte konkrete, a keni në bujqësi? Çka konkretisht? Janë edhe për kështu projekte konkrete duke stimuluar punimin e tokës bujqësore e cila në Viti është jashtëzakonisht ka hapësirë shumë të mëdha të përpunuara, po mendoj të pa punuara. Si do ta bëni këtë stimulim? Dhe sidomos është ajo çështja tash nëpërmjet të privatizimit
është bërë veç një pjesë e madhe e toka bujqësore të komunës së Vitisë dhe natyrisht aty do të kemi suksese, kurse do të inkurajojmë ndërmarrësit, po mendoj A do të jepni kredi, a lirinë do të përpiqemi që nëpërmjet institucioneve qendrore të influencojmë të ata që ata të na ndihmojnë në këtë drejtim. Neve do të na kenë partner të sigurt në thithjen e atyre investimet të cilat do të bëhen nga nivelet e larta, dhe e treta është infrastruktura arsimore, rrugore, ujore, të cilat në mungojnë mjaft. Kjo është e gjanë, çka në infrastrukturë? Në infrastrukturën arsimore kemi probleme me hapësirën shkollore. Për shembull kemi Vitin, e cila shkolla fillore e saj punon në trindrime, pastaj është fshati Radivojc, e cila nuk ka ende shkollë. Faleminderit Zënda Lipi. Zotni Ismali, si do ta ndanit ju buxhetin? Faktikisht çka janë prioritetet e juja këtë rast? Tri prioritete kryesore. Po nevojat janë të shumta, mirë po nga numri i shumtë të nevojave kemi zgjedhur na tri prioritete. Në radhë parë zhvillimi ekonomik, në dy urbanizmi dhe në tre mirëqenia sociale e qytetarëve. Çka në zhvillim ekonomik, çka në urbanizëm, çka në mirëqenie? Kur përmend zhvillimin ekonomik, jemi fokusuar në gjendjen reale me të cilën gjenden dhe mundësitë, aftësitë në të cilat mund me bëu në këtë drejtim. E çka mundeni ju me bëu, cilin projekt? Ne projektet e tona realisht janë të drejtuara në sigurimin e hapësirave të punës për fillimin e bizneseve të ndryshme. Si do ta bëni? Trajnimin e njerëzve të cilat janë të interesuar për fillim bizneseve, me një rëndësi krijimin e një shpirti afarist për njerëz të cilët janë të interesuar për të marrë me këtë punë. E si do ta krijoni këtë shpirt afarist? Këtë shpirt afarist do ta lidhim me këtë projektin e dytë që është urbanizëm. Do të me rastin e përfatkeq plani urbanistik nuk është viti, me rastin e realizimit do të mundohemi. Me këtë rast do të bëjmë sigurimin e hapësira përkatëse të punës, ku do të ofrohen bizneseve vende ku mund të zhvillojnë bizneset e tyre. Ndërsa shpirtin afarist do ta krijojmë të njerëzit me këshillime, me ligjërata, me trajnime, me seminare, me ofrime të kurseve. E çish do t'i paguni këto? Prekoj do t'i paguni këto trajnime, sigurim të vendit? Këto trajnime nuk janë projekte të cilat kërkojnë mjete të mëdha kapitale, po në radhë të parë kërkojnë vendosmëri dhe angazhim për të marrë me to. Ndërsa vendet, hapësirat e punës janë do të mirën nga prona komunale. Faleminderit. Zotni Hebibi, prioritetet e juja i lutem. Në momentin që unë do të bëna kryetar komune, që ishte ditën e parë do të filloj në administratën komunale. Te shtëpia parë e komunës Vitijës është ndërtesa e kuventit komunal, ku është qeveria lokale dhe asamblea komunale. Do të angazhohem për një administratë ndryshe nga kjo tanishmja, duke ngritur nivelin e përgjegjësisë, llogaridhënies, transparencës, profesionalizmit dhe efikasitetit në ekzekutiv dhe legjislativ për kryen e shërbimeve sa më efikase ndaj qytetarëve. Momentin që do të bëna kryetar komune, çdo punëtor i administratës do të vjen në punë 5 minuta në 8 dhe do ta përfundoj punën 5 minuta pas 5-ve. Në momentin që do të bëna kryetar komune, me asnjë qytetar i komunës Vitijës nuk do të troket në dyrën e shërbimit civil dhe shërbimit civil të jetë në kafe, te bajerina apo te ambulatoret tjera. Dhe më pastaj të vazhdon të shefi sektorit apo drejtori i departamentit i cili ka dalë me ndonjë shok apo ka shkuar te teze apo te doj. Kjo nuk do të ndodhë. Do të shoni policë te secili do të filloj nga unë, si kryetari i komunës, dhe më pastaj i gjithë stafi civil do ta mësoj përmendsh rregullorin e punës. Do të kërkoj llogaridhënie nga ky staf. Kjo ishte një. A kemi edhe dy prioritete tjera? Po. I kam të renditura. Do të mbështes fuqimisht dy institucionet kryesore SHPK dhe gjykatën komunale për t'i ofruar siguri, rend dhe ligj çdo qytetarit të komunës së Vitijës pa dallim përkatësie. Do të vënu linjat të cilat do të funksionojnë në linjat të bashkëpunimit, në të mbështes në aspektin politik, në autoritetin tem si kryetar komune që të ngrisë efikasitetin edhe në gjykatë komunale edhe në stacionet e policisë të SHPK-s në Viti.
do të inkurajoj. A gjykata me qenë jashtë ndikimit politik? Po, gjykata gjyqësore është, e vërtet është. Mirë po, do t'i vendos mbi linjat e bashkëpunimit, pa i ofru ndihmë, po mendoj mbështetje politike, gjykata dhe SHPK nuk janë efikas sikur që do. Faleminderit shumë zotënia Bibi. Zotënia Liti, çka janë prioritetet e juaja? Unë e di se prioritetet e Vitinjës dhe strategjitë e Vitinjës edhe puna në kontinuale në Vitinjë nuk fillon me kandidimin tim, as nuk do të përfundon me kandidimin tim dhe kundër kandidatëve, por Vitinja është konstituar në vitin Vitinja është konstituar dhe ndorë nga rrethi i Gjilonit në vitin 1959 dhe permanent njerëzit kanë punuar për të mirat e qytetarëve dhe në vazhdimsi unë do të jem ai i cili garantoj se do të jem katalizator dhe përshpejtuesi proceseve në Vitinjë prej fillimit mandatit dhe orientimet e mia programore po dhe subjektet që në drejtoj unë do të jenë zhvillimi ekonomik me aksen veçantë në aktivitet kryesor bujqësia. Pastaj do të jenë veprimtaritë publike dhe do të jenë shfrytëzimi i pasurijave natyrore që i ka të bësh me Vitinja. Këtë analizë konform analizës Bankës Botërore në fund vitit në vitit kaluam dhe besoj se këto do të jenë shfrytëzimi i ujit termal mineral në kapacitetet plota, do të jenë shfrytëzimi i metalurëve, jo metalurëve dhe polimetalurëve, bile në Vitinja ka pasuri edhe materie edhe radioaktive. Dhe nga studimet që janë bërë deri tash mund të them se vetëm për metalurët mund të them se vetëm 3 a 4 pasuri do t'i numëroj. Leucitet, gëlqerorët, tufin, pastaj bentonitin dhe argjilën. Janë të pashfrytëzuara dhe unë do të jem promotor i fillimit të hartimit strategjive të shfrytëzimit këtyre pasurive, e cila besoj që do të vazhdojmë edhe pas mandatit cilën do ta drejtoj unë. Dhe në kontinualisht. Sa i përket aktivitetet kryesore ekonomik bujqësisë, Kosova ka të hartuar një master plan apo një plan përgjithshëm bujqësor 2007-2013 dhe kjo nuk është faktikisht strategji vetëm mandature 2 vjeçore, por do të jetë te 2013 faktikisht edhe Vitinja si tërësi, si pjesë e tërësisë do të jetë implementuese këtij master plani, pastaj kemi edhe librin e gjelbër dhe ne kemi edhe analizë ekonomike. Mund vazhdoni me folë nëse na tregoni pse jeni ju kandidat më i mirë se këta të tjerë. Të gjithë ndoshta jeni të mirë, po çka ju dallon juve për tjerëve? Unë mendoj se definicionet e mia janë të qarta edhe për qytetorin edhe për mua mos foli për vetveten. Mendoj se unë do të jem faktikisht përkras i synimeve kryesore kësaj popullate të Vitinjas që të shkojë të avancojë proceset për miqënie ekonomike, për miqënie sociale dhe për përparim për gjithçka. Edhe tjerë ishin për të gjitha këto. A ju dallon juve diçka tjetër? Respekt edhe për të tjerët, për punën e tyre, për aktivitetin e tyre, por mendoj se programet tona strategjike janë më të mirat dhe ato do të ngannjejnë. Okej. Faleminderit zotënia Bibi. Se jeni ju më të mirë se tjerë? Unë mendoj që kam krijuar përvoja mjaft të mëdha gjatë viteve të kaluara. Kam rreth 10 kuadro profesional që janë të ndërlidhura me strukturën e aleancës. Cilët? Në gjitha profileve, kuadrat të gjitha profileve që mund të administrojnë komunën e Vitisë më mirë se deri më tash. Kush janë ata? Janë me emra dhe të randitur në listën për kandidat komunal, po edhe të pritin që më bën drejtorët të departamenteve përkohëse. Një ashtu kam motivin, qëllimin, vetës që ja kum vendos të kontriboj qytetarët të komunës time, të komunës Vitisë, sepse i bëj 40 vite që jetoj në Viti, dhe kom dinamikën dhe guximin në vendimarrje. Dhe besoj se do të kem fuqi, potencial që ta reformoj administratën dhe të reformoj shërbimet ndaj qytetarëve, që do të kryjmë shërbime më cilësore dhe do të ngrisim nivelin në gjitha institucionet e komunës Vitisë, do të kem shërbime më të mira në arsim, edhe në shëndetësi, edhe në gjitha segmentet e jetës, edhe në infrastrukturë. Prandaj jam i bindur se do të kemi sukses dhe në bashkëpunim edhe me subjekte tjera politike do të ecim përpara sepse e nesërmja është më e mirë se e sotmja. Okej. Zoti Ismali, se jeni ju më të mirë se të tjerë? Unë mendoj se jam mësuesa, se na gjithë jem të mirë. Po mendoj se jam kandidat më i përshtatshëm në radhë parë se me gjithë qytetarët e Vitinjës, të cilët nga fortë deri te më i vjetri kam raporte shumë të mira dhe asnjë njeri nuk është komunën e Vitinjës që nuk flas me te. Është e vërtetë?
Edhe ndoshta i tillë na fal natyra. Afrojeni mikrofonin. Ndoshta jo në rast njerëz të tillë i fal natyra dhe është shumë një rast i mirë që një kandidat i tillë ju ka ofruar komunës së Vitinjës si një alternativë ndaj pakënaqësive të grumbulluara gjatë qeverisjes së pushtetit i cili veç është në tërheqje e sipër. Zoti Dalipi, çka ju bën juve më të mirë se të tjerë? Kjo është pyetja më e vështirë, sinqerisht, sepse të flasësh për vetveten është vështirë. Prandaj unë këtë do t'ia lëm qytetarëve të Vitinjës që të vendosin se kush vërtet është më i miri, por megjithatë unë konsideroj se janë disa prej vetive të cilat ndoshta them shquajnë dhe atë them se pari përvoja ime, ekipi im me të cilin do të punoj edhe në të ardhmen, në vazhdimsi, transparenca dhe... Cili është ta ekip? Është ekipi im i bashkëpunëtorëve, duke filluar nga kryesia e degës së LDK-s dhe ekspertët të cilët i kam angazhuar dhe të cilët janë doktor të shkencave. A kemi emra të cilët janë ata eksperta? Po, për shembull themi Sali është doktor i bujqësisë, i cili është punon në Vjenë dhe është i angazhuar tash në Universitetin e Prishtinës dhe i cili do të jetë krah për krah me mua në realizimin e projekteve të bujqësisë. Tjetër? Magjistër Arben Mehmeti, i cili do të së shpejti do të doktoroj dhe i cili do të bashkëpunoj me mua këtë drejtim. Nëse doni komende. Mund vazhdoni. I keni 30 sekonda. Nëse doni, zoti Aripi atëherë ju. Se jeni më i mirë se tjerë, se si? Është vështirë shumë të vendos të thuash pse je më i mirë. Afroj pak. Urdhë. Po këtë më mërmendje se më mirë ka qenë dosht, po ju s'keni pas mundësi të pyetni shokët që na kanë propozuar neve për kryetar të komunës, se unë mendoj që ata kanë pas parasysh përvojën time në punët në vende udhëheqëse që kam pas deri më tani dhe kanë menduar se unë jam njëri ndër kandidatët serioz që do të mund të udhëheqi komunën e Vitinjës. Mirë, zoti Ramiqi, pse jeni ju më i mirë se tjerë? Kandidimi im ka qenë i kushtuar edhe me kërkesat e qytetarëve të komunës së Vitinjës në përgjithësi, por me rëndësi është dihet se ata kanë vlerësuar se unë kam një eksperiencë shumë vjeçare në udhëheqje. Është një përkushtim im i vazhdueshëm edhe një dëshmi i punës time shumë vjeçare për interesat të përgjithshme të popullit, jo interese time personale ose interesat të grupeve ose të subjekteve partijake të cilat e kanë uzurpuar pushtetin në përgjithësi në Kosovë. Është një sinqeritet në jetën time në përgjithësi, por edhe në veprimtarinë time të deri tanishme. Është një moral i lartë i personalitetit tim që unë kam dëshirë që ai të shtrihet në të çdo familje dhe çdo njeri, e sidomos edhe në ata njerëz që kanë përgjegjësi në udhëheqje të familjes apo të institucioneve në këto kohë të vështira. Edhe më e rëndësishme është transparenca edhe komunikimi i vazhdueshëm që është edhe do të jetë me të gjithë njerëzit pa marrë parasysh nga përgatësia e tyre, bindjeve të tyre apo nivelit të tyre të arsimor apo profesional apo në pushtet. Kjo është ajo që më garanton që unë do t'jam i përkushtuar dhe do t'a di t'a udhëheqi, do t'guxoj dhe do t'mund dhe do t'jam në shërbim të qytetarëve, jo të interesave të grupeve apo subjekteve apo interesave të tjera. Mirë. Zoti Ukshini, pse jeni ju më i mirë se tjerë? Unë nuk isha guxuar me thonë vetë se jam më i miri, sepse atëherë mos më votu për juve. Këto jam më i miri. Këto jam i zgjedhur vetëm nga dega e KR-s deri tash, kurse cili është më i miri do dihet pas 17 nëntorit dhe aty juroj sukses. Unë garantoj në emrin tim personal se do ta jap gjithë maksimumin, gjithë energjinë time të jem shërbim qytetarit.
dhe garantoj se qeveria e ardhshme komunale, të cilën besoj se do ta udhëheqjon, nuk do të jetë qeveri një partijake, nuk do të jetë një qeveri një partijake, por do të jetë qeveri që e karakterizon së pari profesionalizmi, transparenca, llogaridhënia dhe përgjegjësia. Moto ime është përgjegjësia mbi të gjitha dhe mjaft më me fjalë. Mirë, faleminderit. Është interesant që asnjë prej kandidatëve nuk i shfrytëzoi 2 minutat e plotë të flas për vetveten. Pse janë të mirë, po interesant. Tash pyetja e fundit është, dua di nga gjithë ju, a e paguni rrymën? Zotni Ukshini, a paguni rrymën? Me krenarie tham se e kompos sabotin me regjistru kjerën edhe më kanë shti obligativisht me pagu tash. Se për ndryshe se paguni? Kompos shumë, jo, pak, 50 euro. Zotni Ravisi, a paguni rrymën? Po, normalisht. Urnani? E paguni. E paguni 0-0 e keni. Zotni Dalipi? A e paguni rrymën? Fatkeqësisht kom paguar edhe në Prishtinë banesë me qirop, të cilën e kam lëshuar se s'kam mujt më me pagu, edhe në shtëpi. Duket kam E paguni se paguni? E paguj, kam po mduket dikon 100 diçka euro borxhe. Mirë. Zotni Ismali, a paguni rrymën? Sa i përket kësaj pyetje besoj se A e pagun as e pagun? Po jo. Edhe unë jam Kosovë sa përket kësaj pyetje. Okej, të ndigjojmë, a e paguni? Unë realisht Po, ajo. Po, afroj mikrofonin. E paguaj rrymën, kom 45 euro borç, jam në kontrat në shtëpi. Ndërsa e kom një lokal afares që e kom dhënë me qira, aty jam grumbullu disa argjime, po janë qira morsit. Zoti e Bibi, faleminderit. Zoti e Bibi, a paguni rrymën? Të cilat i kryeve. Zoti e Bibi? Po, i kam paguar. Keni pagu, zoti Aliti, a keni pagu rrymën? Mikrofonin merreni, s'po ndigjojmë. Edhe unë si ke qytetarët i kam disa obligime ndaj Kekut. Sigur që mendoj se edhe Keku ka obligime ndaj qytetarëve. E sa i keni ju ndaj ndaj Kekut? Megjithatë jam i përgatitur edhe në këtë aspekt se kam llogaritë që mund të jetë ku ju kandidatuar që mund të jetë pjesë e debatit edhe këtë çështje. I kam gjitha fakturat të 7 vitet e fundit që kam paguar për Kekun. Dhe edhe të obligimeve të tjera. I keni me fjalë tjera, a e keni paguar rrymën? Mesatorja këtë në faktura mas luftës 37.8 euro është që e kom pagu Kekut për ekonominë time familjare të cilën qytetarët ju po thuni që e keni vetë 38 euro. Jo, kam obligime, por kam obligime të cilat janë defekt i Kekut. Sa obligime i keni në Kek? Kjo është, a keni me rajt ajo qytetare? Mirë, për këtë mund të vetë në Kekun. Mirë, na e kena vetë Kekun. Zotni Aliti nga LDD-ja i ka 2506 euro pikë 80 borx. Unë mund të them me plot përgjegjësi se atje që se kanë analizuar në Kek 5400 kW janë gabimisht të ndërgume. Ja ku janë transparent edhe për qytetarëve edhe për organizatorët. Zotni e Bibi i ka 27 euro pikë 12 cent. Zotni Ismali, si po thotë të qirat, po i paska 1335.72 euro borx. Ju lutem, kom drejt. Qirat po mund që me dhonë e s'mu ishë me pagu rrymën. Kjo pjesë, jo, lutem. Unë para trakit të kjo pjesë është e qira morsit, Po lutem. se si keni detyru? Me pagu rrymën, nemën e jujnë, ora është nemën t'jujnë, zotni Ismali. Sa orë janë, orë tjetra me 35 euro. Tjetra është me 370 euro. Së është të vërtit? Ju bashk i keni 1700 euro, bashk me qirazi. Nuk është të vërtit. Që është Keku këtu 20 metrë puna 2 orë t'juja nemën t'jujnë, 2 orë janë. Nuk është të vërtit. Mirë, zotni Dalipi, dikun ofër si shta, i ka 272.71 euro borx. Zotni Arifi ka 1262.16 euro borx. Si pas kësaj, zotni Ramici, nështë e ka orën nemën të grus, nuk ka orë, s'po di. Nuk e di ku ka regjistrume, nështë nëse bëhet kryetar komune mbon orën me nemën të vetin. Kisha pas shef e kam nemën të grues, por unë jetoj me qira në Mirë, s'kena gjetë orë. Qira dhënë që ju e keni adresën, sigurisht s'keni mujt me gjetë para Me emën t'ju s'kena gjetë dhe zotni Ukshini ka 290.47 euro borx. E kemi një kontrol.
Faleminderit gjithëve që ishit këtu. Edhe njerë i falenderoj 3 organizata që kanë marrë pjesë në organizimin e këtij debati. Janë këto organizata Elika nga Vitia, janë ATRC-ja dhe GOPI, të gjithëve ju falenderojmë që ishit këtu, natën e mirë.